Për më shumë se 30 minuta, qyteti Korçës është përfshirë nga rreshtet e shumta të shiut, duke shkaktuar përmbytje në pjesën më të madhe të rrugëve dhe bulevardeve kryesore të qytetit. Shiu i nisur rreth orës 19:10 minuta të pasdites së djeshme ka vazhduar me intensitet të lartë deri në orën 19:45, duke sjellë jo pak probleme edhe në qarkullimin e mjeteve, por edhe në lëvizjen e kalimtarëve. Veç kësaj, problem ka pasur edhe në disa banesa, të cilat janë përfshirë nga uji. Për gjysmë ore shi që ra, ne u përmbytëm na u shkatruan të gjitha, me mobilje, me qartë të themi. Të ujrat e zeza na hynin që nga kanali, që nga kullime që bëjmë neve, nga pusetat që vinin, të rande që ande ka ardhur ujit. Ja, dhe qikoja, akoma ujit. lerat, ja. Me gjysmë ore, qiko që bëjmë, po gjithë natën, qash mund të bëjmë neve. Vetëm të marim nga një barkë dhe të notojmë. Ka janë të gjitha, letë minë të qikojnë, me mobilje, me të tëra. Pa të gjysmë metra, ja ku është që në dera tjetë, ikte ujtë si lumë. Të mbytemi, të ibim katë dytë ose në qatit. Edhe për shkak të pozitës gjeografike, qyteti Korçës nuk e ka provuar thuajse asnjëherë më parë një situatë të tillë. Kjo e djeshmja është ndër të paktat herë që shiu i rrëmbyer përmbyt qytetin juglindor dhe krijon probleme në qarkullim.